انتصف الليل وما الظلمة يمطر وسكون رطب يصرخ فيه الإعصار. Me njëherë pas pastrimit të muslimanit dhe muslimanës, kusht i domosdoshëm është të di dhe të besoj kushtet e besimit, kushtet e imanit. Kushtet e besimit apo arabisht kushtet e imanit janë 6 dhe çdo musliman dhe muslimane do t'i di këto dhe t'i besoj, edhe duhet të ketë kujdes se vetëm një prej këtyre 6 kushteve të besimit, nëse nuk i beson, atëherë ai faktikisht mbetet apo bëhet kafir, jo besimtar. Atëherë kushtet e besimit janë 6. E para është besu Allahun subhanahu wa ta'ala, Allahun e madhreshëm, krijues. E dyta është i besu me lajket, krijesat Allahu xhallashanuhu të krijuara prej drite. E treta është i besojmë librat e shenjta, librat e Allahu xhallashanuhu. E katërta është i besojmë pejgamberët të dërguarit e Allahu xhallashanuhu. E pesta është i besojmë kaderët apo caktimet e Allahu xhallashanuhu. Edhe gjashta është të besojmë se dita e kiametit apo momenti kur do të shkatërrohet gjithësia do të ndodhë gjithsesi. Çdo besimtar dhe besimtare musliman që i thot vetes plotësisht, sikur se tham, duhet të besoj këto 6 kushte. Duhet të besojmë Allahu subhanahu wa ta'ala që është një, sikur se thot në surën Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk kuptohet edhe për neve, thuaj se Allahu është një. Do të thot Allahu subhanahu wa ta'ala na njofton se ai është një dhe nuk ka tjetër përveç tij. Pastaj ajeti tjetër po ashtu në surën Al-Ikhlas, që është gjithashtu i njohur, që bën çdo gjë të zhveshur nga ato që kufarët, jo besimtarët, i veshin Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në surën Al-Ikhlas, Lam yalid wa lam yulad. Nuk jam i lindur prej askujt dhe askush nuk është i lindur. Çka nën kuptohet se Allahu nuk ka as prind dhe nuk ka as bashkëshorte dhe as fëmijë. Do thot ky ajet apo citat bën të njohur muslimanët dhe e bën çdo gjë të zhveshur nga ato që kufarët i zhveshin Allahut, se Allahu ka djalë edhe grua. Allahu subhanahu wa ta'ala gjithashtu na njofton, sikur se thot në Kur'an, Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Allah subhanahu wa ta'ala thot se unë jam i pari dhe jam i fundit, unë jam i dukshmi dhe unë jam i padukshmi. Çka nuk kuptohet me këtë se Allah është i pari? Me këtë nuk kuptohet se kur kjo gjithësi nuk ka qenë fare dhe krijesat që janë sot në tokë nuk kanë qenë, atëherë Allahu ishte i pari. Ndërsa kur Allahu subhanahu wa ta'ala thot se ai është i fundit, me këtë nuk kuptohet se kur Allahu subhanahu wa ta'ala do ta shkatërrojë gjithësinë, Allahu do të mbetet i fundit. Ndërsa kur Allahu subhanahu wa ta'ala thot se ai është i dukshëm dhe është i padukshëm, me këtë nuk kuptojmë se fuqia e tij është prezente, mbikëqyrja e tij është prezente, se kur shohim se lind dielli, vjen gjysma e ditës, vjen mbrëmja, kur lind fëmiu, rritet, pjeket, plakat dhe vdes. Do të thot janë vetëm këto disa nga shenjat që ne e shohim fuqinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj me të rreshurat atmosferike, do thot me shiun, me borën, me errat, me stinet, do thot të gjitha këto dokumentojnë edhe demonstrojnë fuqinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndërsa al-batin nën kuptohet se Allahu subhanahu wa ta'ala është i padukshëm, çka do të thotë se qenjen
vetë Allah subhanahu wa ta'ala nuk e shohëm, se Allah subhanahu wa ta'ala është në qiej, sikur se na njofton Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithe se ekzistojnë 7 palë qiej dhe arshi, do thot arshi është ku Allah subhanahu wa ta'ala qëndron, e arshi Allah subhanahu wa ta'ala është mbi 7 palë qiej. Pastaj argument tjetër për mbizotrimin Allah subhanahu wa ta'ala është sikur se thot Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an: La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allah subhanahu wa ta'ala thot se mua nuk më kap as kotje edhe as gjumë. Janë këto, vëllezër të dashur dhe motra të nderuara, vetëm disa nga argumentet që dokumentojnë fuqinë e Allah subhanahu wa ta'ala, që është një fuqi që koka e njeriut nuk mund ta përthekoj dot. Janë vetëm këto disa argumente të cilat janë të kapshme për mendjen e njeriut. Kjo ishte, do thot, pika e parë apo kushti i parë i besimit. Kushti i dytë është të besojmë me lajket. Me lajket janë disa krijesat e Allahut xhallahu shanuhu të krijuara nga drita. Ato janë me nga disa palë krah, ashtu sikur se Allah subhanahu wa ta'ala na njofton në Kur'an. Po numri i me lajkeve nuk dim se sa është, atë din vetëm Allah subhanahu wa ta'ala. Po Allah subhanahu wa ta'ala dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na njofton për disa me lajke që janë më të njohurat, dhe thot Gjibrilin alayhi salam, Mikailin alayhi salam, Israfilin alayhi salam, melekun që i merr shpirtat, do të thonë melekun e vdekjes, me lajket që janë 4 që e përcjellin njeriu, me lajket që do të na marrin në pyetje në natën e vorrit, me lajket që janë kujdestare të kodrave, të detrave, të fushave, të bjeshkve, të ereve, me lajke të krijuara posaçërisht që i mbikëqyrin fëmijët e vegjël, e kështu me radhë. Sa i përket Gjibrilit alayhi salam, që është meleku prej melekëve të parë, ai është meleku që u asolli të gjithë pejgamberëve shpalljen prej Allah subhanahu wa ta'ala se ai person është pejgamber i zgjedhur prej Allah subhanahu wa ta'ala. Do thot Gjibrili e kishte atë detyrë. Ndërsa sa i përket Mikailit alayhi salam, Mikaili alayhi salam po ashtu është një prej melekëve të njohur që bjen, do të thot, sjell bereqetet, sjell errat, shiun, po ashtu do të thot fararat dhe ato caktimet e Allah subhanahu wa ta'ala në lidhje me bereqetet. Israfili është një po ashtu prej melekëve të njohur që do ta shkatërroj gjithësinë me lejen e Allahut xhallahu shanuhu,